kohë reale. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, por jo larg sportit. Do të vazhdojmë të flasim për sportin dhe për me fol për sportin. Gjithmonë kam kënaqësinë të kem në studio kolegun dhe gazetarin Elion Nuza. Elion, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Mendove që do ta ngatroj pranë? Jo. Sa ma ke ngatruar? Pas ke arru? Po nëse nuk është që ishte... të shkronja, Nuk është që nuk ja qëllova dhe shumë, Jo, mirë është kësa Çfarë kemi të reja? Mbrëm u zhvilluan dy ndeshjet e radhës të fazës çeyrek-finalit të Ligës së Kampionëve, ku përballën Barcelona, Atletico Madrid dhe Paris Saint-Germain Liverpool, ku skuadra Liverpool pësoj disfat në Parkun e Princave nga Paris me rezultat 2-0 dhe pati një paraqitje shumë dobët. Unë si tifoz e Liverpoolit duna ma thonë këtë sen, dhe pranu realitetin që skuadra jonë dështoj në çdo aspekt të lojës dhe Paris shoqërzoti pas fat Liverpoolit promë se mund këti me hongre 5-6 golla, po shnash. Nërsa në anën tjetër Barcelona pati një paraqitje të mirë, unë them, kundër Atletico Madridit, po a i kartoni kuq në fund të pjesës e pari, pa u Subarsit, dhe pastaj edhe me njerë edhe goli i Julian Alvarez, i cili ekzekutoi në mënyrë fantastike nga gjuajtja e lirë, e ndryshoj pak rrjedhën e lojës. Dhe në pjesën e dytë, Atletico Madridi arriti që ta mbrojtë për mrekulli rezultatin dhe të shënoj edhe golin e dytë të radhës, i cili edhe i ndihmon shumë për ndeshjen kthyese, e cila do të zhvillohet javën e ardhshme në stadiumin Atletico Madridit. Çfarë presim nga këto lojë kthyese në fakt? Kemi shpresa që mund të përmbyset rezultati, unë si tifoz i Liverpool, po dal jashtë etikës profesionale gazetareske, unë si tifoz... Se kur bëhet fjalë për ekipin e zemrës del, Po, kur bëhet fjalë për Liverpoolin, sidomos mund të jesh kaq objektive. Nuk unë objektiv shumë, shkoku edhe masi futboll ndërkombëtar. Unë besoj që Liverpooli e përmbys rezultatin kundër Paris Saint-Germainit, sepse dihet çfarë atmosfera është në Anfield Road, dihet çfarë publiku i entuziast është. Unë shpresoj që në 20 minutat e para Liverpool nëse arrin të shënojë një gol të martën e ardhshme, atëherë gjithçka do të jetë në favor të Liverpoolit. Pavarësisht që dihen cilësitë e Paris Saint-Germainit, po unë besoj shumë te ky ekip që si vjet mund të bëjë një befasi të madhe në Ligën e Kampionëve, pavarësisht që këtë sezon nuk e ka dëshmuar vetën në Premier League, duke luftuar për një pozitë për që të dërgon në Ligën e Kampionëve. Po nuk po ka identitet e lojës, të themi të drejtën Liverpooli. Arne Slot kemi pritur shumë nga ai këtë sezon, pas vitën e kaluar e ftoi Premier League-ën, kemi pritur shumë, por nuk po ka identitet e lojës. Dhe Liverpooli luajti me 3-5-2, me një taktikë që ka vite që Liverpool nuk luan me atë formacion dhe u dëshmua që ishte gabim. Pavarësisht që Liverpool është një skuadër e madhe, e din këtë gjë edhe Paris Saint-Germainit, gjithë futbollistët e Parisit mbrëm pas ndeshjes e përmenden që do të jetë e vështirë, por që janë gati të luajnë në një atmosferë të jashtëzakonshme që din të bëhet veç në Anfield. Në anën tjetër Barcelona do ta ketë shumë të vështirë, pasi Diego Simeone është një trajner që din të mbrojë rezultat, e ka dëshmuar këtë sezon edhe në Copa del Rey, ku pavarësisht fitores të Barcelonës të Atletico Madrid 4-0 dhe fitores në ndeshjen tjetër të Barcelonës 3-0 arriti që të kualifikohej në finalet ligës të Kupës së Spanjës. Dhe besoj do të jetë vështirë fakti që edhe Atletico është vendas. Dhe kjo për Barcelonën do të jetë pak më e vështirë, por në anën tjetër unë Real Madrid Bayern Munich atë ndeshje gjithashtu jam duke e pritë, sepse ndeshja e parë ke jashtëzakonisht interesante, ku skuadra Real Madridit pati shumë raste, por nuk arriti që t'i konkretizoj, pasi kishte përballë një portier si Manuel Neuer, i cili në moshën 40 vjeçare bëri disa pritje që as portierët në moshën 25 vjeçare nuk mund t'i bëjnë. Edhe dëshmoj që është portieri më i mirë në historitë të futbollit. Po për sportin vendor çfarë mund të themi? Pyetje Zërzës, unë e di Zërza ku po ka qef me dalë. Duna mi kallëzit Zërzës që qka me bo vllaznimi, shpresojmë të rikthehet pas 2 vjetëve në Superligën e Kosovës, por pak e vështirë, sepse me erdhe dhe mua keq skuadra vllaznimit nga Superliga e Kosovës në basketball. Pavarësisht fitores mbrëm kundër Pejes në Gjakov, në anën tjetër Avecin poshti Yllin,
dhe arriti që të mbjetoj në Superlig, ndërsa Prishtina edhe me humbje kundër Trepçës arriti të shkoj në play-off të basketbollit kosovar. Aqë më ka ardhë keq për vllaznimin që ra nga Superliga e Kosovës në basketbol, më kishë ardhë keq edhe për Avecin që nëse kishë ra sepse me të vërtet ka treguar këtë sezon, pavarësisht që e ka pasur buxhetin më të vogël në ligë, ka dëshmuar që është një ekip goxha i fortë dhe i ka bërë rivalitet të gjitha ekipeve këtë sezon. Nuk ka qenë as pak e lehtë për asnjë ekip të luajë kundër Avecit. Në anën tjetër të Superligës, të themi drejtën, do t'i mungoj një atmosferë si që të bëhet në Gjakov, ku tifozë gjakovar gjithmonë e kanë mbushur palesën Shaninushi, kanë dhuruar spektakël. Po është edhe një ekip jashtëzakonshëm ku vitin e kaluar e fitoi edhe ligën unike, dhe tash si vjet bie nga Superliga, po këto gjëra i ka sporti. Unë shpresoj që në anën tjetër shpresoj që të kemi një play-off sa më të mirë, të jenë tribunat e mbushura me tifozë, të kemi referim të drejtë, një gjë që është shumë kryesore dhe një gjë që është kritikuar mjaft shumë dhe në fund të fitoj më i miri. Favorit për mu është sërish klubi i Trepçës, e cila po dëshmon tash e disa vite që ka një projekt të jashtëzakonshëm, punohet në atë klub shumë. Kam informacione që është një nga klubet më të organizuara ndoshta edhe në Ballkan, por aty është edhe bashkimi, qoftë me cilësitë e ekipit, qoftë me organizim, dhe besoj do t'jetë një garë shumë interesante se kush do të bëhet në fund kampion i Kosovës. Patëm edhe një lajm pozitiv që ishte edhe miratimi për ligjit për lojrat mesdhetare Prishtina 2030, që në fakt u diskutua mjaft shumë se nuk po bëhet, pse nuk po votohet, si e pe këtë zhvillim. Është mirë që lojrat mesdhetare në Prishtina 2030 pra të mbohen. Kjo do të jetë një reklam, një marketing shumë i mirë për shtetin e Kosovës, pasi do të vinë shtetin nga e gjithë bota ku do të marrin pjesë në gara të ndryshme sportive, në disiplinat të ndryshme, dhe do të jetë një marketing i mirë. Pavarësisht aty gjërave politike, burokracisë që ndodh pra në vendin tonë në shumë raste të tilla, ne e shohim edhe me çështjen e stadiumit nacional. Tash poshtë dje kryetari i Drenasit Ramiz Zadrosi që kishton ka pasur informacione që tash ofër një qendër tregtare Prishtina Mallit ku mund ndërtu. E shohim që këto probleme në Kosovë edhe pe neglizhojnë shumë pra investimet në sport. Besoj që do të jetë një marketing i mirë dhe do të organizohet pra në mënyrë perfekte, se unë besoj që ka djemë dhe qika në këtë vend që din të organizojnë ngjarje të mëdha sportive dhe evente të tilla. Faleminderit edhe një herë shumë që gjithkohë me qenë pjesë e emisionit Rreth e Rrotullt. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar shikues,